Në bibliotekën Marinbarleti në Shkodër është promovuar libri Kolana për mjetën pasqyrë vlerash, me iniciativë të Valbona Çukut, vajzës së Mentor Çukut, autorit e disa botimeve, është realizuar botimi që kushtohet poetit ndërmjeta. Ky ka qenë një libër i ideum për Mentor Çukut, edhe në mungesën e tij, atëherë mas disa vjetëve, unë vendosa me marrë guximin për me e përmjet. Kjo bëhet fjalë për një studim përmi poezinë e mjetës. Poezia mjetës është një ndër poezitë më të themi më të mirë në Shqipëri, mjeta njihet për këtë, edhe studimi i saj i mateshëm është esencial për mendimin tim. Në këtë vëllim, albanologu i quajtur Mentor Çuku vjen para lexuesit me një kolonë të plotë të veprës së gjeniut të shekullit të 20, ndërmjeta. Iniciativa e Valbonës ka mbledh në një vëllim, në një përmbledhje. Përveç botimit anastatik juveniljes mjedis, ka mbledh një numër të rëndësishëm personalitetesh të cilët kanë ofruar për lexuesin mendimet, qëndrimet e tyre, analizat e tyre në lidhje me poezinë e mjetës, por gjithnjë elementi i frymëzimit është puna mallore e Mentor Çukut në lidhje me mjetën. Jo vetëm kjo, por në këtë moment përrohet ky element, pra Mentor Çuku studios. Pjesë e këtij aktiviteti të organizuar ishin shkrimtar, artistë dhe përfaqësues të pushtetit lokal.